Një video e re që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale ka trezuar sërish ujërat e showbizit duke risjellë në vëmendje një nga temat më të diskutuara të muajve të fundit. Në qendër të kësaj videoje është Monika Kryemadhi, e cila ka qenë në rolin e opinionistes gjatë këtij sezoni të Big Brother VIP, teksa dëgjohet të komentojë marrëdhënien mes moderatorit të programit Ledion Liço dhe producentes Sara Hoxha. Prej kohësh, në media kanë qarkulluar zëra të fortë se dyshja e njohur I ka dhënë fund martesës së tyre, ndonse asnjëri prej tyre nuk ka dalë me një deklaratë zyrtare për të konfirmuar apo mohuar ndarjen. Pavarësisht kësaj situate të përfolur personale, ajo që ka habitur dhe ngjallur interes të madh te publiku është fakti se Ledioni dhe Sara kanë vazhduar të punojnë ngushtë së bashku për gjatë gjithë edicionit të Big Brother VIP. Duke qenë një pjesë kyçe e panelit të spektaklit dhe duke e parë dinamikën e tyre nga shumë afër, Monika Kryemadhi nuk ka nguruar të jap mendimin e saj mbi këtë situatë. Si opinioniste e programit, ajo ka theksuar mënyrën se si moderatorit dhe producentja kanë arritur të ndajnë raportin e tyre të komplikuar personal nga ai profesional. Fakti që ata kanë mundur të drejtojnë me sukses një produksion kaq të madh televiziv, pavarësisht ndarjes së tyre, tregon për një nivel të lartë profesionalizmi. Deklarata e Kryemadhit vjen si një nga komentet e para të drejtpërdrejta nga një personazh I brendshëm I produksionit, duke I dhënë publikut një tablo më të qartë për mënyrën se si funksiononte prapa skena e Big Brother VIP në mes të kësaj situate delikate për dyshe. Ledioni komunikonte me kufje me Sarën, kanë komunikuar gjatë gjithë kohës bashkë, kanë kuptuar që nuk kishte të bënte ana personale, se sa kishte të bënte produkti I projektit dhe kjo ishte një gjë kryesore. Unë e kam parë që edhe Sara, edhe Ledioni kanë qenë shumë profesionist, tha Monika. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.